Nga Prishtina, sot jemi në Tiranë, pikërisht në kryeqytetin e shqiptarëve, sepse të gjithë jemi një për ata që ka nevojë. Ose lumturia më e madhe është kur njeriu kënaqet me aq sa ka. Dhe kishte një problem çatia që rrite dhe lagështia shpërndahej nëpër shtëpi. Nuk mund të kem gjithçka që dua, por unë duhet dua gjithçka që kam. Çelo verde. A keti aty, unë ta bëra gati. Sa dun njerëzit, por gëzoju ma shumë se don Zoti. Përshëndetje të dashur miq të emisioni Star Servin Hope apo yjet japin shpresë. Nga Prishtina, sot jemi në Tiranë, pikërisht në kryeqytetin e shqiptarëve, sepse të gjithë jemi një për ata që ka nevojë. Dhe sot pikërisht misioni tonë i bashkohet një nga artistët më të dashur të ekranit shqiptar, duke dhuruar gjithmonë hare dhe buzëqeshje në çdo familje, duke dhuruar këngë shumë të bukura dhe mesazhe shumë të çmuara. Por mbi të gjitha, ai njihet për shpirtin e tij human, për zemrën e tij të madhe dhe gjithmonë ka qenë pranë familjeve në nevojë dhe duke kthyer buzëqeshjen aty ku ndoshta më së paku pritej. Bes Kallaku, një artist i respektuar dhe i përkushtuar gjithmonë ndaj punës dhe humanizmit. Bes, faleminderit që pranuat të jeni sot pjesë emisionit tonë të cilin e kemi nisur për t'ju ndalë familjeve në nevojë. Faleminderit juve, faleminderit që erdhët, faleminderit që u mundut deri këtu, por është një mundim që ja vlen. Para se me nis du të Golden Bridge në Amerikë. Në Golden Bridge në Amerikë është ura ku ka ku ndodhin më shumë vetvrasje. Du të them që në një nga vetvrasjet, policia kur ka shkuar në apartamentin e personit i cili u vethodh nga ura, kanë gjetë një letër të shkruar, ku personi vetë ishte shkruar, unë do marr rrugën nga apartamenti deri tek ura. Kur vetëm njëri gjatë rrugës nga apartamenti im deri tek ura, që ishte 4-5 bloqe larg, të më buzëqesh përballë, nuk do e kryj këtë veprim. Pra një mesazh shumë i bukur, kështu që dhe ai njeri arriti deri në vetvrasje, u hodh nga ura, askush gjatë rrugës nga apartamenti i tij deri tek ura nuk i dhuroi një buzëqeshje. Kështu që njeriu, përveç se ka nevojë për njeriu, përveç se ka nevojë për fundi edhe bukën e përditshme, fundi edhe për qafimi, po njeriu ka nevojë të buzëqesh tjetrit. Bes, çfarë fakti ju bën kur njihen popullin shqiptar për anën humane, anën njerëzore, por mbi të gjitha virtytet si njeri, sepse duke i ditur që ndoshta zëri yt ka peshë më shumë në opinion dhe në publik. Njeriu, të paktën në rastin tim, askush nuk është rastësisht aty ku është. Secili ka një qëllim, po që ti duhet të zbulosh qëllimin tënd. Dhe Zoti nuk ka çu kot aty ku je. Zoti, unë nuk jam kot këtu. Zoti ka i plan për mu, ashtu siç mund të ketë plan për secilin prej nesh. Por ama kur ti ja shpërblen Zotit gjithë arritjet e tua, duke bërë të mirat tek tjerët, sepse në fundin e ditëve, kur gjithë do jemi përballë atij që do na gjykoj, do thot, unë të dhash të mirat, ti ku i shpërndave. Secili prej nesh, aq sa mundet, aq sa të ketë mundësi, aq të mirat, se e di kush është gjëja më e bukur në jetë, ose lumturia më e madhe, është kur njeriu kënaqet me aq sa ka. Unë mbase nuk mund të kem gjithçka që dua, por unë duhet dua gjithçka që kam. Ky është mesazhi im dhe kjo është autostrada e jetës time. Si ka qenë fëmiria juaj, jeta juaj, ndoshta ka pas vështirësi gjatë jetës? Kam përshtypjen që edhe kjo është ajo, si thosh, sepse gjithmonë njerëzit kur i shohin dritat e kamerave në ekrane mendojnë që jeta ka qenë fush me lule. Unë jam rrit në fshat, ne jemi rrit, të paktën brezi im është i brez ku jemi rrit, dilnim jashtë nga shtëpia, unë jam rrit shumicën e kohës jam rrit me gjyshin dhe me gjyshen, me ijen në fshat, edhe sa
gjoheshim, dilnim në shtëpia në mëngjes edhe deri kur na thriste ija, gjyshja, nona na thriste në darkë. Edhe jemi ai brezi që jemi rrit me atë bukën me krype me vaj ose bukën me sheqer edhe me ujë. Dhe kur dilnim mes gjithë shoqërisë, atje gjithë shokëve që luanin futboll, do fillon ma jepi i kaç buk mu, ma jepi luç buk mu, ma jepi kafshat njëri, ma jepi kafshat tjetri derisa dy ngelin apo ngelin 2-3 kafshata të fundit. Po kjo ka qenë gjëja më e bukur për që të paktën mua më ka shërby në jetën time. Edhe sepse sot jetojmë ditët ku kemi gjithçka, po dhe na mungon gjithçka. Kuptimin. E di çfarë mungon, e di kush është gjithçkaja që mungon sot, domethënë dashuria. Ka humbur njerëzilliku, është vetëm çështje interesi, nëse i duhesh të duan, nëse si duhesh të duan. Kështu që kam përshtypjen që ky brezi im në krahasim me brezin e sotëm, po ti shoh fëmijëve të sotëm, sot nuk i mungon përgjithsisht, ka dhe nga ata që kanë mungesa, përgjithsisht fëmijëve sot nuk është se ju mungojnë ata që na kanë pas mungu neve. Fëmijëve sot kërkojnë një biçikletë, do t'i blesh biçikletë, kërkojnë një makinë, do t'i blesh një makinë. Unë jam brezi që për makina kena pas bo gjysmat e tullave. A kupton? Po ka qenë fëmëri jashtëzakonisht shumë e bukur, shumë kreative. Por në karrierë ke pas sfida ndoshta cila ka qenë ajo vështirësia jote më e madhe kur ke filluar karrierën ose gjatë karrierës, rrugtimit tënd karrierës? Ka pas, patjetër, ka pas sfida se unë vitin e parë të Portokallisë që unë vija nga Fushkruja në Tiranë, para 21 vitesh, unë kam fjetë në tavolinën e punës, kam fjetë në karriget e punës, nuk kisha mundësi për të kthyer vajtjarën nga Fushkruja, pavarësisht se Fushkruja sot është shumë afër, atëherë me mungesën e infrastrukturës, së rrugëve, atëherë Fushkruja ishte larg. 21 km, 23 km është Fushkruja nga Tirana, po atëherë mungesë infrastrukturë, mungesë rrugësh, duhesh kohë me ardhë, nuk ishte, para 21 vitesh nuk ishte këto mundësi që të shkoje të vije ose të gjeje makina të rastit ose të gjeje si themi në autobus për me shku, për me ardhë, jo mo makinë personale që s'boshe fjalë. Edhe vitin e parë, për shembull, periudhën e parë, sezonin e parë të Portokallisë, mu më është dashur që të flej ditë njëjtë, ditë premte, ditë shtune, më është dashur që të flej në studiot e Top Channelit. Që po ka diçka që dhimbja të bën të ditur, dhe dhimbja të bën humble, kur ti arrin suksesin me sakrificat e tuja, domethënë edhe me dhimbjen tënde, bëhesh i ditur, bëhesh i përulshëm. Kurse kur arrin suksesin me shpatullën e tjetër kujt, me dhimbjen e tjetër kujt, me sikletin edhe me sakrificën e tjetër kujt pastaj, gjërat duken më të lehta. Gjërat shumë të lehta. Në atë kohë ke menduar që ndoshta do ta shohësh besin në këtë ndikim, në këtë gjithë këtë ndikim që e ke në masën shoqërinë shqiptare, gjithë këtë dashuri, gjithë këtë dashamirësi që të ka dhëruar publiku shqiptar. E mendoj një ditë që do të blej emri yt kaq shumë. Si lidhen gjëra, si lidh Zoti gjonat sipas vullnetit të tij. Dje isha nuk kam shumë miq, domethënë, edhe të besimit krishter, besimit musliman. Takova një mikun tim, një prift, domethënë Dom Gjovin, në Ragam të Shkodrës. Dhe unë kam qenë më përpara atje tek famullia, edhe duke bërë takime me të rinjt, dhe jo vetëm. Dhe më tha i gjotë bukur, Besta, sa dun njerëzit, por gëzoju ma shumë se don Zoti. Ka i gjotë që dashuria e Zotit është e përjetshme, dashuria e njeriut është e përkohshme. Mund ta kesh edhe dikë që mund menosh se e ke dashuri të përjetshme, por dashuria e Zotit është e përjetshme. Po, por publiku shqiptar ka qëndruar besnik për vite me radhë. Publiku shqiptar është publiku për cilit unë jam këtu. Prej atij publiku unë jam këtu, ku jam sot. Edhe falenderueshëm. Ju duhet, domethënë, ne nuk e kemi idenë
po idenë se sa falenderus duhet jemi. Faktin që hapim sytë mëngjes, si jemi në spital, si jemi në ndhe, edhe Gëzojmë shëndet. si jemi në burg, si tush, ku jemi. E njeriu duhet me qenë falenderus çdo ditë që hap sytë. Dhe unë jam falenderus publikut, patjetër, por mesazhet e mia momentalisht i referohen Zotit. Ndaj atij duhet jemi falenderus, sepse ne harrojmë. Njeriu harron e kap rutina e ditës. Mu më humbi jetën para disa ditësh një shok shumë i ngushtë. Ndjes pas. Mirë, e bukur, pa i mungua si gjë. Që përveç se përkohshmërisë gjithçkaje dhe njeriu vetë është i përkohshëm. Kështu që për çfarë vim në jetë? Kush është misioni ynë që të vim në jetë? Të paktën jep një buzëqeshje. Dhe unë lavdi Zotit. Më ka dhënë Zoti mundësinë që të kem dhënë shumë buzëqeshje në jetë. Dhe kjo është E falënderim. vërtet, dhe ke lumturu çdo familje shqiptare. Kjo është falënderim. Ke dhëru momente gazmore, të paktën një ndërta jam e dhonë, që e kom përcjell vazhdimsi humorin edhe karrierën tënde, nuk diskutohet, por ti njihesh edhe shpesh herë të kemi parë që ke qenë pranë fëmijëve në rastin e nevoja, pranë shumë njerëzve, si të bën mundi kjo kur ndoshta del sa do pak edhe ju gjendesh pranë. Kënaqësia e madhe është kur, të paktën tek unë, kënaqësia më e madhe është kur jap, se sa kur marr. E njeriu kur ka prezencën e Zotit, është shumë herë më i lumtur në momentin që jep, se sa në momentin që merr. Ka gjë shumë bukur kur e pyesin Krishtin, i thonë ju, thot më ndihmua, thot më pat të zhveshur dhe më veshët, më pat të pangrën dhe më dhat dhe më ushqyet, më pat me plagë dhe më shërguat plagët, po kur t'i bëm në ty këto? Nëse këto ja keni bërë dikujt tjetër, këdo që keni pa në rrugë, të zhveshur dhe keni veshur, ma keni bo mu. Këdo që keni pa në rrugë të pangrën dhe keni fshyrë, ma keni bo mu, thot Zoti. Këdo që keni pa në rrugë me plagë dhe keni mjeku plagët, ma keni bo mu, thot Zoti. Kështu që çdo gjë boni për lavdinë e Zotit, e jo fare për lavdinë tënde vetjake. Po, a ka raste ndoshta kur unë e di që të shkruajnë shumë dhe ndoshta nuk mundesh gjithmonë. Unë mundohem t'i kthej, mund t'jemi vetmi që mundohem t'i kthej përgjigje. Me qenë atë sa ka nevojë njerëzit, atë sa mundohen. Si i përjeton këto situata, kur shesin në çfarë gjendje që po shohim, në shumë gjendje të rënda, ndoshta shumë raste vështira, shumë smundje të vështira, edhe kur ndoshta nuk mundesh me realizu të gjithë ata për ata që ka nevojë. Unë mundohem t'i gjendem pranë çdo kujt që më shkruan për një nevojë, po mund t'jem pa mburrje, pa krenari, pa gjë, po mund t'jem i vetmi artist që çdo lloj linku GoFundMe që mu më dërgojnë, unë i shpërndaj. Ka ndonjë rast që të ka mbet mendje, që të ka prek thellë emocionalisht, ndoshta me ditë të tëra, s'ke mujt me flejt për një moment gjatë gjithë karrierës tënde, gjithë jetës tënde? Unë jam njëri që emocionohem, shumë emocionohem, shpesh, aq më tepër me fatkeqësitë e tjerëve, me fatkeqësinë e teatrit. Dhe pothuajse çdo lloj rasti i mundshëm mu ngjelet mendje. Domethënë që më bren me ditë, domethënë që më zgjat me ditë. Që edhe pse mund ta kem kryer sot, dhe mund ta kem ndihmuar sot prap, një rast më ka rastis që kam vajza ime tezës, kishte pësuar një djegje shumë të madhe, kam marrë në Amerika, kam shku tek spitali, kam shku në spital për vizit ditën që kam marrë në Amerika, duke dalë në korridorin e spitalit kam parë
një zotëri bashkë me një vajzë të vogël që po qanin, i thash doktoreshës që është puna, qika e tij, vajza e tij, 5 vjeç që kishte ranë ne i themi kusi me ujë me qumshin e nxehtë për jashtë, edhe ishte djeg 70% e trupit, domethënë kam ndihmu në ana financiare atë natë, kam marrë miq, shok, telefon për të ndihmu, derisa ka çu jashtë, e ka ndërgu jashtë në Turqi. Ato ditë jam kujdes vetë, jam për kujdes vetë, domethënë, dhe pas 10 vitesh, Evi Reçi, është mikeshe imja, ka një emision të vetin në televizion në Shqipëri, ne më nis një link. Dhe linku që më nis ishte intervista që vajza ishte mirë e bukur dhe Jati kishte thënë që ndimin e parë na ka dhënë Besi. Falë Zotit, sa bukur. Falë Zotit, lavdia Zotit edhe falë Zotit. Kjo është një nga rastet, po kjo më ka bërë çudi. Jo bërë çudi, nuk mund ta quaj çudi, po kjo më ka ardhur jashtëzakonisht mirë që domethënë përveç se e ka marrë mendjen para shumë vitesh si do shkoj, e majta mendjen pasaj 3 ditë, 4 ditë sa lavdia Zotit sa mirë. Bes mos marrim shumë kohë, sepse ne përveç se jemi këtu, jemi tek Burger Ia, që ti Ian e famshme, që përmend gjithmonë. Ne do të gatuajmë së bashku, besoj që publiku sot do ta sheh edhe një anë tjetër, edhe së bashku do ta vizitojmë qendrën e fëmijëve në Durrës. Do t'i surprizojmë sadopak me mundësitë tona, të paktën ndërojmë buzëqeshje, kështu që faleminderit që ju bashkangjiti këtij misioni tonë dhe me gatu së bashku, unë të përgëzoj edhe uroj që të gjithë, sidomos njerëzit apo fytyrat publike me ndjek shembullin tënd, sepse ke dhënë shembull më të mirë, të përgëzoj edhe uroj që ta kesh shëndetin, ratë të parë ti dhe familja jote. Shëndeti është pasuria më e madhe. Kështu që faleminderit për gjitha që i ke dhënë popullit shqiptar. Jo, faleminderit popullit shqiptar për gjithat që më ka dhënë. Hapim bashkë. Hajde t'i hapim këto. Po, njef, ha? Ku ke pa? Kam bo kongë që kush kongë pëlqet ty? A, për Ajkën. Për gocën time, për kongë për Ajkën. Po kongë Sarile, keni një gjuju? Sarile. A, e Sarile. Me mandi bishtulla. Që logo edhe? Jo, ja ku kamë. A keti aty, unë ta bëra gati. Dhe si që paralemrova me heret, jemi së bashku këto me Beskallakun në shtëpinë e fëmijëve në Durrës dhe të mirëpritur nga zonja Mimoza Xhilili. Faleminderit që na mirëpritët sot dhe ishte një kënaqësi, një ndjenjë veçantë. Faleminderit ty Bes për emocionet që i përjetuam sot dhe më trego pak sa fëmija në qendrën tuaj, si janë kushtet? Kapaciteti është 20 fëmijë, aktualisht janë 20. Kushtet janë të përmirësuara. Fëmijët vinë nga familje të ndryshme me problematika të ndryshme dhe fëmijët braktisur. Përpjekja është që fëmijët, ato që kanë familje, të kthehen familjen e tyre. Fëmijët e braktisur pastaj
Komiteti Shqiptar i Birësimeve përmes një vendimi gjykate i cakton një familje dhe ato strehojnë familjen e tyre të ardhshme. Gjithë përpjekja e grupit tonë është që të stabilizohen në familjet e tyre, të mos jetojnë sa më pak në institucione, sa më pranë familjes, por kjo është një përpjekje e fortë, e gjatë, që bëhet nga gjithë grupi i punës, bëhet nga miq tanë donator, nga shumë komponentë që janë bashkë me ne, që na rrethojnë për të arritur atë synimin kryesor të gjetjes familjes apo të kthimit në familje. Si është ambientimi i fëmijëve këtu? Sa e kanë të vështirë më ambientu, ndoshta po janë ende të vogël dhe nuk e kanë. Kryesisht vinë fëmijë të vegjël. Herë por sa lindur, 1 javë, 2 javësh, herë 2-3 vjeç, por unë mendoj që edhe pse janë të vegjël fëmijët kanë një memorie, ruajnë në memorien e tyre shumë kujtime. Edhe pse 3 vjeç për shembull ai kanë përshtypjen ose është e studiuar që ruajnë në memorien e tyre, kalojnë trauma në heshtje. Kuptojnë se ku kanë ardhur, me kalimin e kohës fillojnë mësohen me stafin tonë sa ndonjëherë nuk është dhe shumë profesionale, por afrohen aq shumë sa mezi largohen nga institucioni jonë. Kjo s'është shumë profesionale, por që kështu është. Sepse ne i ofrojmë shumë dashuri, i ofrojmë përveç detyrës, ofrojmë dhe anën njerëzore. Sepse mendojmë që është një mision, kjo jo thjesht një detyrë, edhe kthehemi në nënat e tyre, ne jemi ato që i shikojmë dhëmbin e parë, që i ndjekim në hapin e parë të tyre. Ata që ne jemi ata që shkojmë me ta në spitale, rrim me ta si nëna, si familja. Apo dhe në kopshte që i shoqërojmë gjatë të ditëve që janë institucion. Në kushtet që i pam, sa i mbulon i kushtet, ndoshta a ka më shumë kërkesa për fëmijë? Kërkesa për fëmijë për t'i pranuar në institucione. Shërbimi social ka më të saktë atë pjesë. Neve tregojmë kapacitetin që kaq, megjithatë ka raste që jemi dhe mbi kapacitet, por edhe që kanë zbritje. Janë me momente, me periudha të ndryshme, ka dinamik domethënë. Si qendër, si gjitha qendra që kanë një dinamik. Duket sikur pak kësojnë, por pastaj fillojnë prapë. E përmendë që të mbështesin her pas here edhe populli shqiptar edhe një nga ta Besi. Si është për ty kur e sheh ndoshta, ose si është gëzimi i fëmijëve kur vjen dikush i viziton, aq më pak ndoshta në një rast një fytyrë publike që është shumë e dashur për ekranin? Besi për ne është një mik i shtëpisë, edhe jo nga ato miq që ti i kërkon, por nga ato miq që është prezent, që të merr në telefon dhe thot mos çka ke nevojë, çka ka nevojë fëmijët, çka ke nevojë në një ndërhyrje, në një ndihmë. Domethënë është një mik i jashtëzakonshëm. Kemi vite që njemi me mozën tani. Po, ashtu jemi. Jemi miq, jemi shok. Qenë edhe mik shtëpie. Mik i shtëpisë sonë të madhe, siç i themi ne. Po. Siç u thash, merr vetë në telefon, interesohet, çfarë keni nevojë, si janë fëmijët. Besi na ndihmoi shumë në instalimin e kamerave, që është një gjë shumë e rëndësishme për sigurinë e fëmijëve. Është gjithmonë i pranishëm, por ajo që unë dua ta theksoj është një histori shumë e veçantë për ne, përpjekja që kemi bërë për kthimin e një fëmie në familje, me nënën dhe gjyshen e tij, kishin problemet e tyre sociale, u përpoqim t'i zgjidhnim dhe ishim gati për ta kthyer fëmijën në familje, ndërkohë që për të plotësuar kushtet duheshin dhe kushte fizike të shtëpisë. Dhe kishin një problem çatia që rrite dhe lagështia shpërndahej nëpër shtëpi, dhe Besi organizoi gjithë funksionimin e instalimeve, të rregullimit të çatisë, investoi domethënë me gjithë teknikët që ishin aty, u mor vetë Besi, dhe fëmia sot është kthyer në familje, ke nëna e tij, ke gjyshja e tij dhe shkon në shkollë si gjithë fëmijët e tjerë. Pra ishte një gjë shumë e rëndësishme, po. Sa e mora në lajm shumë bukur. Po. Që kemi edhe miqë në gjendën kur lavdi Zot. Atë zonja Mozan përgëzoj për punën tuaj edhe urojmë shpresoj që për gjithë ta fëmijë të bëhet më e mira dhe shpresoj që ndoshta një ditë normal që t'jenë edhe pranë familjeve të tyre, mirë po sitë që t'jetë rrethonat, urojmë shëndetin edhe për ju edhe uroj që shembullin tuaj të Besit ta ndjekin të gjithë edhe të paktën të tregojmë që ende ka njerëz mirë, ende ka njerëz vullneti të mirë edhe nuk e ke marrë këtë detyrë vetë si detyrë, por si një mision të jetë. Shumë përgëzoj për gjithë punën, faleminderit për mikpritjen dhe dashurinë që na i dhuruat sot. Unë uroj të vazhdoj ky solidaritet që kemi mes nesh, pa dasi, pa dalluar
Jo kjo, jo Anja kështu, jo Ana ashtu, por kur bëhet fjalë për fëmijë, për njerëz me probleme të forta sociale, shëndetësore, të jemi gjithë bashkë dhe kjo është pjesa më e bukur që kemi ne si shqiptarë. Këtë e uroj. Shqiptarët të vazhdojnë me këtë solidaritet për t'u gjendë njëri tjetrit, ashtu si kemi gjendur edhe në kohë lufte, edhe në kohë paqe, edhe në kohë nevoje, po edhe në kohë kur s'kemi nevojë për të mira, ose s'kemi nevoja të paktën t'i gjendemi me buzëqeshje njëri tjetrit. Edhe është ajo që nisa në fillim dhe du ta mbyll me atë paktën jepni buzëqeshje, të paktën dhurojni një buzëqeshje atij me cilin kryqëzohesh në rrugë sepse mund t'i ndriçosh ditën.